今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由の柱を蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンQaki, a ka mundësi të ulesh? Më vjen shumë keq. Para 3 ditësh ndodhi? Po, u përpoqa të shpëtoja vëllain tim, por nuk dija se çfarë të bëja. Ai ashtu bën gjithmonë, nuk më dëgjon. Je sigurt që ishte këtu? Po, njerëzit që jetojnë këtu e quajnë këtë vend pellgu i të humburve. Pellgu i të humburve. Është një ujvar magjike që i drejton njerëzit në rrugë paktim. Është një legjendë shumë e vjetër që thotë kujdestarët e kësaj ujvare jetojnë në këtë pellg. Unë e pash atë ditë. Pash diçka në ujë. Diçka shumë të madhe. Diçka të madhe? Po çfarë ishte? Kyrybayashi, le t'i afrohemi më shumë ujvarës. Nuk duhet të rish në këmbë prifte, shumë e rrezikshme. Nëse i gjejmë kujdestarët e ujvarës, do të bëhemi të famshëm. Do të jemi të pasur, shumë të pasur. Jukaj, ne nuk erdhëm për të peshkuar, më djelet. O, zoti madh, sa herë duhet t'i them atij? Sa do doja të gjeja një mënyrë për të disiplinuar vëllain tim. Ju duhet të më ndihmoni. Më ndihmoni të mos e pranoj që e humba vëllain për gjithmonë. Mos u shqetëso, ne do ta gjejmë atë. Apo jo? U po marrë një sy gjumë mirë, ndërsa ti peq të duash. Harxho kohën duke kërkuar ndonjë trup të vdekur mbi ujë. Hey, kush mendon se je për të më quajtur mua? Se nuk e kontrollon veten se çfarë thua mor karkaleci pa shpirt. Eri ka një problem dhe kërkon ndihmën tonë. Siç e shikon, Zenki ka një problem të vogël me ujin. Çfarë? Jo, kjo nuk është e vërtetë. Mos më thuaj që ti ke një problem të vogël me ujin. Hey, unë nuk kam ndonjë problem me ujin, e kupton? Kush mendon ti se jam unë? Unë nuk do të futem në ujë dhe për këtë s'kam se t'jap llogarit ty. Morë vesh. Ki kujdes mirë, mos bëj ndonjë gjë të papëlqyer. Mos ki merak. Qaki! Dëgjo, unë nuk dua t'ja ti nëse jemi të afër. Ti nuk e për të përfshirë në këtë çështje. Pra tani prif të thash një herë që nuk është e sigurt të qëndrosh në këmbë gomone. Nuk e ke kuptuar. Kujdestari i ujvarës është i imi. Ma lini rehat. S'kam durim t'ju dëgjoj. Çfarë është kjo? Ja ku është?
zonjusha Kazue? O, qfar rastësie? Pa më thuaj, po ti qfar po bën këtu, Çaki? O, zoti i madh, që nga zonjusha simpatike Kazue. O, kjo është fantastike, është shumë e shishme, e pabesueshme. Pa shiko, kush na qenë ka këtu. Zoti profesor! Përshëndetje, si jeni? Një nga bashkëpunëtorët e mi më tha çdo gjë. Më tregoi që edhe një tjetër është zhdukur. Pikërisht këtu, në pellgun e të humburve. Është shumë e çuditshme. Po, në të vërtet ashtu është. Eri, vëlla im, unë kam një parandjenjë se dikush ja ka marrë aty jetën. Ndoshta kjo ujvar, pellgu i të humburve. Edhe tani që e mendoj këtë, vëlla im është sjellur në mënyrë të çuditshme disa herë. Ai është shumë i famshëm në këtë zonë, është një zhytës dhe notar ekspert. Për kohët e fundit, ai është pushtuar nga kujdestari i ujvarës. Ai tha se do ta kapte atë. Nuk e kisha parë ndonjëherë kaq të vendosur. Oh, Heri. Hej, e ku ishte qëllimi që ta kapte atë? Sa pa mend, me sa kuptoj nuk ka ndonjë shije të mirë për ta ngrënë. Mbyllë gojen Zenki, po fole edhe një herë të hedh në pellgun e të humburve. Kjo do të jetë gjë e mirë, pa ta shikojmë njerëz se çfarë jeni gjendje të bësh ti. Ta shohim mirë. Do të. Kërkalece je, më lësho. Prift. Më mirë ta lëm të fshet. Do të mërziten përsëri. Haroje! Unë do të kap kujdestarin me çdo kusht. Po nuk kemi ngrënë asgjë që në mëngjes. Zonjush Çaki, mund të na sjellësh diçka për të ngrënë, të lutem? Nuk kemi ngrënë asgjë që në mëngjes dhe jemi të uritur. Ndodhem në thellësinë 10 metra. S'kam asgjë të re. Është shumë qetësi këtu poshtë. Në rregull, vazhdo të zhytesh zonjusha Kazue. 20 metra. Ende nuk mund të shoh asgjë. Aktivizo aparatin Kirlian me një frekuencë më të lartë. Na lajmëro për çdo gjë të re. Çfarë është kjo, profesor? Nëse kjo drita do të vazhdojë të shkëlqejë, do të thotë se ka diçka me jetë atje. Ka ndonjë gjë atje poshtë? Është njësoj si sot pas dite. Nuk kemi të dhëna, nuk ka as edhe një gjë brenda në pellg. E pamundur, unë e di çfarë pash në ujë. Zonjusha Kazue, të lutem bëj syt 4. 30 metra thellësi. Ende nuk ka asgjë. Nuk mund të kap asgjë. Pyes vetëm pse jam duke e humbur kohën kot. Prift, përse nuk kthehemi më mirë? A? Dhe pas që nuk është këtu kujdestari i ujvarës. Kush e di? Nuk e kuptoj. Pse do të gënjente Eri për një çështje kaq serioze si kjo? Metra thellësi. Ende nuk ka asgjë. Po zbres për më poshtë. Zonjusha Kazue, përpiqu ta shkëputësh lidhjen për një moment. Nuk mendoj se është thyer, por do të jetë më mirë ta provoj më vonë. Patjetër. Mirë pra, tani ndize përsëri aparatin. Profesor, çfarë është kjo? Nuk jam i sigurt. A është kujdestari i ujvarës? Zonjusha Kazue, dil me një herë andej. Diçka po afrohet në drejtim tënd. Ajo gjëja ka qenë gjatë gjithë kohës atje. Sinjali ishte shumë i fortë për shkak të energjisë që zotronte. Dhe ne nuk mund të merrnim një informacion të saktë për të. Jeni i sigurt? Çaki, ki kujdes! Ktheu në breg sa më shpejt! Çfarë? Ky është vërtet kujdestari magjik i ujvarës? Përbindëshi karumës! Përbindëshi! Mendoj se nuk do të dalim më që këtej! Dikush të na ndihmoj! Na ndihmoni! Pra ky është kujdestari i ujvarës?
Realisht! Dhe unë ta di zgjoj ëngjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme e ringjallu Zenki! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme e ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Shumë shpejt do ta tregoj vendin dhe ty përpindesh. Mjeshtre! Hej, Chucky! Ku është kujdestari i ujvarës? O, vëllai im i dashur! Çfarë? Thehu këtu! Është ai ishte vëllai im! Si ka mundësi që vëllai yt të pushtohet nga fara e karumës? Duhet të jetë pjekur duke u shqyer me dëshirën që ai kishte për të kapur kujdestarin legjendar të ujvarës. Arsyetim i fortë si gjithmonë, zonja vjetër. Por kam frikë se është shumë vonë për të bërë diçka. Qeni hynor! Fal bukurisë të kësaj ujvare do të marrim një farë të mirë për kokutej. Pelgu i të humburve është imi o qeni hynor. Jeni ju që e morët kujdestarin e ujvarës. I mallkuar, Briliant! Si të duket kjo forca? Mjeshtre! Chucky, bëu e fort, nuk duhet të dorëzohesh. A është mirë, zonjusha Chucky? Ku është ajo? Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Zenki dhe Goki do t'i mbrojnë me jetë. Kështu shpresoj. Chucky, shpresoj të jesh mirë. Oh, çfarë bën ti këtu? Mendoj se ju duhet të shqetësoheni më shumë për sigurinë tuaj. Vëllai im është përgjegjës për gjithë këtë. Jo, Eri, kjo po ndodh për shkak të ujvarës magjike. Vëllai yt ishte magjepsur nga ideja për të kapur kujdestarin e ujvarës. Hiromaki, çfarë po bën kështu? Mjeshtre! Amos, jo tani. Oh, ku jam kështu? Chucky. Zënjush e vogël, çfarë ke? Ti nuk sillesh kështu. Ky sa? Mos fol për këtë. Dëgjö, thuaj me mendje fjalët magjike dhe pastaj lutu. Uji i jetës, bekuar qofsh nga qielli, bëu shërbëtori im dhe largoje nga unë ligësinë.
O i jetës, bekuar qofsh nga qielli, u bëf shërbëtori im dhe largoje nga unë ligësinë. Kush është ky zë? I jetës, bekuar qofsh nga qielli. U bëf shërbëtori im dhe largoje përgjithmonë nga unë ligësinë. Magjia e ujit! Chucky! Çfarë lehtësimi? Përshëndetje, Soma! Jam i lumtur që më mbani janë dement. Luftëtare i ligësisë Soma. Jam i lumtur që po ju ndihmoj përsëri. Shpatën pret me 2 tehe! E kush në qënë ka i burr? Faleminderit, Soma! Nuk ka kuptim nëse të bëjnë keq ndërkohë që më falenderon mua. Zito, Zenki! Ha! Ha! Zonjusha Kazue! Zenki, Gogi! Mallkuar qofsh, kush je ti, kujdestari i lig? Do të tregoj se çfarë jam në gjendje të bëj. Armaj që do të shkatrojë errësirën, do të më jap mua fuqinë e nevojshme. Rojtari kohës, o dragua i artë! Sopata e artë, eja te kun! Angel mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Samaskara! Forcat përforcuese! Raja Angel i mbrojtës përfundimtar, Zenki është këtu! Eja te kun, sopata e artë, sulmo! Çfarë është kështu? Ha, shikoj atë. Të lumt, kokutej. Një reze drite në të ardhmen tonë. Le të shkojmë. Ajo shenjë. Nuk mund ta besoj. Nuk isha vetëm unë i magjepsur nga kujdestari. Në fakt, edhe unë u bëra kujdestari ujvarës. Mos u shqetëso tani, vëllaçko. Ujvara kontrolloj mendimet ashtu siç kontrolloj dhe veprimet e tua. Nuk e di kush ja ka vënë emrin, por pellgu i të humburve është emri i duhur për të. Soma! Po largohesh? Është koha që duhet të kthehem në Kalxhakoja. Ka diçka që po më bezdis. Diçka po të bezdis? Dhe ti, Zënjush, bindi u këshillës sime. Me mua je duke folur? Po e sforcon shumë veten. S'është e lehtë për një grua të mirë. Ose fut veten në rreziqe të mëdha. Miropafshim! Si e ka punën ai? Soma tipik! Ne u kthem. Tyribayashi! Ju të dy jeni të raskapitur. Çfarë ju ka ndodhur, miqtë e mi?
Me qëra fjalla, ku ishit ju të dy mas kishit humbur gjë? Si u mori malli për ne? Do të thuash që asnjë nga ju nuk u shqetësua për ne? Çfarë lloj shokësh jeni ju? Ne të dy nuk kemi asnjë kuptim për ju, apo jo? Më duket se jo. Shenja u shfaq në ballin e kokutejt. Pa. Dita e ringjalljes së pishës e egër po afrohet. Dhe për mendimin tim ajo shenjë është e pagabueshme, zotri. Do të vijë dhe koha ime shumë shpejt. Hiromaki, bëj përgatitjet e duhura. Po, zoti ka gjetora, ma lër mua në dorë këtë.きっとね